22 sportistë janë shpërblyer me minjoje kombëtare dhe pensione të përjetshme nga qeveria e Maqedonisë së Veriut për sukseset e tyre në futboll, basketboll dhe handboll, për fitoret e korrura në Ligën e Kampionëve dhe Euroligën. Në mesin e të dekoruarve janë emra të njohur si Goran Pandev, Darko Pančev, Ilija Najdoski, Pero Antić, Kirill Lazarovski. Në mesin e tyre nuk ka asnjë shqiptar. I pyetur nga gazetarët nëse nuk ka pasur asnjë përfaqësues të denj për këtë vlerësim, kryeministri Hristijan Mickovski dha përgjigjen e tij. Këta janë sportistë që kanë arritur rezultate kulmore në klubet e tyre në garat e klubeve duke garuar në Evropë. Edhe ekskluzivisht flasim për Ligën e Kampionëve ose Euroligën në basketboll. Përveç këtyre që i pat sot, nuk ka emra të tjerë që kanë fituar ligë të kampionatave ose Euroligë. Në ceremoni ishte i pranishëm edhe ministri i sportit Borçe Ristovski, ndërsa mungoi zëvendësja e tij nga koalicioni qeveritar vlen Safie Sadiki Shahini. Për përjashtimin e sportistëve shqiptare agoi opozita shqiptare BDI, e cila ka vlerësuar për zgjedhjen si të padrejtë dhe diskriminuese.